Në zemrën e kalasë së Himarës, historianët dhe studiuesit shqiptar kanë zbuluar një kapitull të jashtëzakonshëm të historisë sonë kombëtare. Në vitin 1581, burrat e Llabërisë të mbledhur në këtë kala i dërguan një letër Papa Gregorit të 13, duke kërkuar ndihmë për të çliruar vendin nga pushtimi osman. Në këtë letër ata i quanin veten bijtë e Skënderbeut dhe e përshkruanin atë si mbretin e shqiptarëve. Kjo letër është një dëshmi e qartë e lidhjes së fortë që shqiptarët kanë pasur me Skënderbeun dhe aspiratave të tyre për liri dhe pavarësi. Edhe pse Skënderbeu nuk u kurorëzua kurrë si mbret, për shqiptarët ai ishte dhe mbetet simboli i qëndresës dhe krenarisë kombëtare. Në këtë periudhë, Himara ishte një qendër e rëndësishme e rezistencës kundër pushtimit osman. Banorët e saj të përkushtuar nga besimi ortodoks kërkuan ndihmën e papës për të ruajtur identitetin e tyre kulturor dhe fetar. Ata ishin të gatshëm të pranonin autoritetin e kishës katolike romake, por kërkonin të ruanin në ritin e tyre lindor, duke treguar kështu një fleksibilitet dhe përkushtim të thellë ndaj traditës së tyre. Kjo periudhë historike tregon se shqiptarët kanë qenë gjithmonë të bashkuar në përpjekjen e tyre për të ruajtur identitetin dhe lirinë e tyre. Ata kanë kërkuar ndihmën e aleatëve ndërkombëtar, por gjithmonë kanë mbajtur të gjallë ndjenjën e përkatësisë dhe krenarisë kombëtare. Sot, ndërsa kujtojmë këtë kapitull të lavdishëm të historisë sonë, është e rëndësishme të reflektojmë mbi vlerat që na kanë bashkuar si kombë, dashuria për liri, përkushtimin ndaj traditës dhe besimin në të ardhmen, dhe të kujtojmë dhe të nderojmë sakrificat e paraardhësve tanë, duke punuar së bashku për një Shqipëri më të fortë dhe më të bashkuar. Nga kalaja e Himarës, historiani Pëllum Gjufi flet për historinë e Himarës dhe himariotët. Akademiku tregon se çfarë shkruanin himariotët në letrën që i dërgonin Papa Gregorit të 13 në vitin 1581, edhe për Skënderbeun që e cilësonin në letra si mbretin e shqiptarëve. Ndër të tjera, profesor Gjufi tregon edhe se përse Skënderbeu nuk u bë kurrë mbret. Himara ngelli një nga qendrat ku mblidheshin burrat e Llabërisë për të bërë kuvende të mëdha. Nga ky vend janë dërguar letra për Papa Gregorin e 13. Papa Gregori ka qenë shumë i interesuar edhe për historinë e Shqipërisë. Kryepleqtë e fshatrave të Llabërisë mblidheshin në kala edhe i dërgonin letra Papa Gregorit të 13. Ata dërguan letrën e parë në vitin 158. Mbas 2 vitesh, një letër tjetër. Përmes letrave, ata informonin papën për Himarën, po ashtu i dërgonin papës ndihmë. Me anë të mbretërve dhe princërve europian, t'i furnizonte me armatime për të ngritur kundër pushtuesve osman. Çdo bisedë e nisnin me frazën: "Ne jemi himariot, ne jemi bijtë e Skënderbeut, i cili ka qenë mbreti ynë. Skënderbeu nuk u bë dot mbret. Ne e dim që Papa Piu i dytë do ta kurorëzonte mbret me rastin e kryqëzatës së vitit 1464, por Papa vdiq dhe nuk u arrit të bëhet kryqëzata. Skënderbeu që u shpall kapiteni i përgjithshëm i asaj kryqëzate, nuk u arrit të luante rolin, sepse ajo u fashit. Por paraardhësit e tij, si i biri Gjoni, erdhi në këtë kishin në stemën e tyre shqiponjen 2 krenare, të cilës i shtuan edhe kurorën, sepse për ata Skënderbeu ishte mbret, thot akademiku Pëllum Gjufi.